Në ditën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit në xhaminë e Sahatit në Gostivar u përmbyllën aktivitetet fetare të organizuara nga Muftinia e Basisë Fetare Islame në Gostivar. Në këngjalje mori pjesë edhe kryetari i Basisë Fetare Islame Shaqir Fetaj, i cili vlerësoi lart angazhimin e Muftinisë së Gostivarit dhe muftiut Sabahuddin Zendeli, duke theksuar se gjatë këtij Ramazani aktivitetet kanë qenë të shumta dhe të organizuara në mënyrë të shkëlqyer. Ai nënvizoi se përveç aktiviteteve në xhami, janë zhvilluar ligjërata të ndryshme, përfshirë edhe ato për gratë, si dhe angazhime në media dhe në terren, duke sjellë një gjallëri më të madhe në mesin e besimtarëve. Sipas tij, këtë vit është vërejtur një pjesëmarrje më e madhe dhe disiplinë më e lartë e xhamatit. Si çdo vit, por këtë vit vërtet Muftinia e Gostivarit në krye me muftiun Haxhi Sabahuddin Efendi Zendelin, vërtet kanë qenë të pandalshëm, aktivistë të mëdhej me program mirë të caktuar në të gjitha sferat e aktiviteteve të ndryshme, duke filluar nga xhamit, pastaj mjetet e informimit, ligjëratat të ndryshme, në veçanti ligjëratat e gjinies femrore, medresantet e medresës së Gostivarit, vizitat që i kanë bërë në territorin e Muftinisë, vërtet është për çdo lavdat, vetëm lusë Allahun fuqiplot që t'i shpërblej muftiun me bashkëpunëtorët e tij, si dhe me të gjithë ju, për aktivitetet që i kanë bërë gjatë muajit të Ramazanit, duke i dhënë një përmbajtje të veçantë dhe një përmbajtje të shenjtë këtij muaji të bekuar dhe duke përçuar zërin e tyre, fjalën e Zotit, fjalën e Muhamedit alayhis salam deri te familjet besimtare, dhe nuk ka qenë rastit që këtë vit edhe xhamati në territorin e Gostivarit ka qenë më masovik dhe më i disiplinuar. Lusë Allahun fuqiplot që të pranoj spari agjërimin ton, që e kemi bë për hir të Allahut fuqiplot, t'i pranoj të gjitha ibadetet, lutjet, aktivitetet dhe dashti i madh i Zotit të na përfshi me rahmetin e tij, me bekimin e tij në ditën e nesërme të Fitr Bajramit. Ndërkohë, muftiu i Gostivarit Sabahuddin Zendeli i bëri të ditur se me këtë aktivitet përmbyllet i gjithë plan programi i muajit të Ramazanit në territorin e kësaj muftinie. Ai theksoi se gjatë muajit janë zhvilluar edhe mukabele online, të ndjekura nga një numër i madh besimtarësh, si dhe janë realizuar aktivitete në të gjitha xhamit. Sipas tij, rreth 30 në punës fetar kanë qenë të angazhuar në leximin e Kuranit, ndërsa në ditën e fundit është bërë edhe duaja përmbyllëse atmes në pranitë të besimtarëve. Kënaqësi e veçantë është që sot bashkërisht me gati 30 në punës fetar, të cilët gjatë muajit të Ramazanit kanë lezuar mukabele online nëpërmes faqes së Muftinisë, dhe ajo e ndjekur nga shumë besimtar, dhe sot bashkërisht me prezencë të Reisul Ulemas dhe me gjithë kolegët hoxhallar dhe në prezencë të besimtarëve të xhamisë Sahatit të bëjmë duan e kësaj hatme. E dyta, sot gjithashtu përfundon mukabelja në të gjitha xhamit e territorit të Muftinisë së Gostivarit, të cilat disa në kohë të namazit të drekës, disa në kohë të namazit të iqindis, dhe që të bëjnë duajat. Kuptoj se Kurani familjar ka qenë në duart e besimtarve për të ndjekur hoxhallarët e tyre në leximin e Kuranit familjar, dhe kështu Muftinia e Gostivarit përmbyll plan programin e saj. Inshallah të ketë qenë një punë dhe një aktivitet që i madhi Zot do të jep vlerësimin e tij. Muftiu Zendeli në fund uroi gjithë besimtarët për Fitr Bajram, duke cilësuar këtë festë si shpërblim për sakrificën dhe për kushtimin gjatë muajit të agjerimit.